Se dashuria e profetit për Allahun ishte jashtëzakonshme, madje edhe kundërshtarët e tij e përmendnin këtë dashuri me shprehjen Ashika Muhammedun Rabba. Muhamedi ka rënë në dashuri me Zotin e tij, por krahas kësaj dashurie, ai kishte edhe një kontroll të plot mbi veten dhe arsyen. Arsyeja nuk e la asnjëherë vetëm. Kjo përmban një mësim të madh për ata që në veprat e tyre bien në teprime. Të ecësh verbërisht pas emocioneve nuk është as shenjë e imanit të përsosur dhe as në një virtyt i lartë. Disa njerëz thonë ne kemi ndjeshmëri fetare, do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë atë. Por Allahu është i matur dhe i pëlqejnë gjërat që qëndrojnë në rrugën e mesme. Pikërisht kjo rrugë e mesme është kulmi i mirësisë, sepse në të ka luftë me nefsin. Kështu, këtu bashkohen edhe dashuria për Allahun, edhe përpjekja kundër nefsit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me shembullin e tij na tregoi një rrugë ku dashuria për Allahun është në kulm. Dëshirat e tij gjithashtu janë në kulm. Ndjenja e sakrificës gjithashtu është në kulm. Por njëkohësisht ka edhe arsye, maturi dhe ekuilibër, sepse edhe kjo është urdhri i Allahut.